Ndonë si parashikuar si njën nga investimet më të rëndësishme të qytetit të Shkodrës, bypassi jo vetëm nuk është më i tillë, por madje ai është kthyer në një vend depozitimi për inerte të ndryshme, duke i ngjarë kështu çdo ditë më tepër një gërmadhe të vërtetë. Zhvendosja një sasie të madhe zhavori pranë pedonales së Molos, që sa vjen dështohet çdo ditë, të krijon përshtypjet se punimet kanë nisur, por në fakt nuk është kështu. E gjithë situata e krijuar në këtë pjesë të qytetit jo vetëm të ofron pamjen e një kantieri ndërtimi, por madje zhavori depozituar në bypass ka zhdukur liçenin e Shkodrës për të gjithë ata qytetarë që zgjedhin këtë shëtitore për të kaluar disa çaste qetësie. Nëse i fillon jo duhet më kry. Ata janë inxhinierë, jo më marr punë. Se me pas kërkesë llogariet, ma mërmendja se ai do të kishte përpunuar. Sa është 4 vjet që rrinë zhavorët. Po tjetër që e ka blloku, duhet përgjigjen ata si merren me atë punë. Edhe ti e ka ndonë kështu. Zuar, pa kry këtë punë. Para punë si herë nuk është e para herë që vjen kështu, se vjen pak të 1 herë, 2 herë, 3 herë, e me rruj ik, këta bën të njëjtën punë. Vjen vera e mushin prapë. Kjo ka katastrofë, është një shpenzim, kjo është ndjesë në korrizë popullit është. Kjo është fatkeqësi për këtë, si mund nuk di ku kanë këta specialistë që e kanë bërë këtë lloj. Kjo është vetëm një mendje e pa ashtu mund ta pranojnë këtë punë. Po edhe sikur të përfundohet e kjo nuk është ndonjë gjë, kjo ka prish komplet ton këtë ekologjinë e kësaj vendi, këtij vendi këtu. Situata e krijuar tregon qartë se tashmë bypassi jo vetëm nuk do ta mbrojë qytetin nga përmbytjet, aq më pak të shërbejë si rrugkalimi, por madje do të ndikojë për të shkatruar edhe më shumë zonat përreth edhe liçenin e Shkodrës. Këtë pasuri që të gjithë e kanë braktisur prej vitesh. Me këtë gjendje rrezikohet që nesër mja të jetë shumë vonë për të ndërhyrë, pasi deri atëherë mund të mos kenë mbetur asgjë. Punimet për bypassin e Shkodrës duhet të kishin përfunduar që në muajin prill të vitit 2013, por ky projekt dështoi ende pa filluar mirë. Edhe sot pas 3 vitesh që atëherë bypassi vazhdon të jetë një gërmadh ku nuk shërben për asgjë tjetër, veçse për të mbushur me mbeturina dhe inerte të ndryshme.